Ka pasur rreth 2 ditë rreshje intensive këtu në zonën e Sevasterit, Vajzës të Ploçës. Ka pasur goxha probleme në gjithë aksin e saj, janë rreth mbi 15 vende ku ka shka rruga. Ato janë riparuar duke hequr materialet, por problemi i madh është pikërisht këtu në këtë aks, këtu në Vajzë, ku rruga ka rishkitur dhe kanë pothuajse dalë jashtë funksionit 2 banesa. Mundohemi që të devijojmë trafikun brenda fshatit, sepse ka probleme edhe në fshat, ka disa shkarje. Besoj brenda 2-3 orësh hapim trafikun për të shkuar deri në Sevaster. Unë jam njoftuar rreth orës 2 të mbrëmjes, të natës, të mëngjesit. Kanë ardhur unë personalisht dhe stafi i bashkisë, janë hequr nga banesat dhe janë vendosur të familjarë dhe të afërt këtu në fshat. Ndihen gjitha procedurat e emergjencës civile, jemi duke biseduar me drejtorinë e përgjithshme të rrugëve, sepse ky është një akt nacional, ku edhe ata kanë qenë të gatshëm duke dërguar mjete, duke parë dhe në vend sot dhe ditë në vijim gjithë dëmin dhe problematikën që ka shkaktuar. Ky është një shkallë e cila vjen si pasojë një erozioni shumë të madh, është një shkallë nuk është nga shiu ose nga mirëmbajtja e rrugës, por është një shkarje goxha e madhe që kërkon studim. Këtu ka shkar 500 metra, s'ka shkar nga rruga fare, s'ka lidhje fare rruga.